Nëse ky mesazh ju ka gjetur, nëse kjo video është faqur për ju, do të thotë që ky mesazh është për ju. Dhe ju do ta ndjeni nëse e vërtet ky mesazh po flet për ju. Ndoshta kohët e fundit ju keni dyshuar për energjinë tuaj dhe për aparencën tuaj, ndoshta për aftësinë tuaj për të manifestuar. Dhe në të vërteta është që ju jeni vërtet shumë magnetik në këtë moment. Nuk ka rëndësi se çfarë gjini e keni, ju keni dhe mbartni këtë energji femërore, e cila manifeston pa shumë mund, si të thuash. Thjesht është magnetike dhe thjesht tërheq drejt saj gjithçka që i nevojitet. Pra kjo është energjia që po mbartni ju pavarësisht gjinis suaj. Nga ana tjetër, nëse keni patur disa konflikte me veten tuaj në lidhje me aparencën, ju nuk e kuptoni se sa të bukur ju dukeni në sytë e të tjerëve. Pra ndoshta ju nuk e shikoni veten ashtu siç ju shohin të tjerët. Të tjerët mund t'ju shohin ju edhe më të bukur nga sa jeni. Dhe sa më shumë ju e doni veten tuaj, sa më shumë ju e kuptoni që dashuria është çelësi, aq më shumë magnetik ju bëni, aq më shumë ju realizoni gjithçka që dëshironi dhe tërhiqni drejt vetes suaj gjithçka që dëshironi. Një mesazh tjetër që po ndij për ju është që realiteti është pasqyra juaj. Prandaj keni kujdes se çfarë mendoni, sepse mendimet tuaja manifestohen. Dhe ju mund të shikoni veten tuaj si të reflektuar në pasqyrë në realitetin tuaj. Pra çfarë mendoni, ashtu si silleni, ashtu si flisni për veten tuaj, ajo do të reflektohet në realitetin e jashtëm. Dhe ndoshta, duke qenë se ju jeni kaq magnetik së fundmi, keni kujdes për mendimet tuaja, sepse vijnë shumë shpejt në realitet, qofshin këto pozitive apo negative.